Një sulm kundër Teheranit më i fuqishëm që nga fillimi i luftës shkaktoi një zjarr masiv në 2 depo karburanti. Ministria e Mbrojtjes u godit gjithashtu nga forcat izraelite. Irani ndërkohë lëshoi të paktën 100 raketa ndaj qytetit Haifa dhe Jeruzalemit, kundër të cilit sulmoi me raketa dhe dron edhe Jemeni. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi se 13 persona janë vrarë nga sulmet iraniane që nga e premtja përfshir 3 fëmijë dhe 341 të plagosur. 48 orët e fundit Izraeli ka kërkuar administratës së Donald Trump të marrë pjesë në luftën kundër Iranit për të eliminuar programin e tij bërthamor. Gazeta Axios shkruan se një zyrtar izraelit tha se Shtetet e Bashkuara mund të bashkohen me operacionin, por burimet amerikane e mohojnë dhe thonë se SBA-t nuk përshqyrtojnë këtë mundësi për momentin. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nëse Irani sulmon Shtetet e Bashkuara në çfarëdo lloj mënyre do të gjendet përballë fuqisë ushtrisë amerikane në nivele të papara më parë. Trump shkroi në rrjetet sociale duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë të bëjnë me sulmin ndaj Iranit dhe se mund të arrijë lehtësisht një marrëveshje midis Iranit dhe Izraelit dhe të jepet fund këtij konflikti të përgjithshëm. Presidenti i Iranit Pezeshkian i bëri thirrje Shteteve Islamike të forcojnë sipas tij unitetin e tyre për të parandaluar Izraelin. Në një bisedë telefonike me princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, presidenti i Iranit tha se sulmet izraelite kundër Iranit tregojnë natyrën e tij agresive. Bota islamike mbështet Iranin, raportohet të jetë shprehur ai. Princi tha se Riadi do të qëndrojë pranë Teheranit dhe do të përdorë të gjithë kapacitetet e tij diplomatike për të ushtruar presion dhe për t'i dhënë fund agresionit izraelit. 3 dronë u lëshua në një bazë ushtarake amerikane në Irak pas sulmeve izraelite ndaj Iranit, thanë zyrtarët amerikanë duke shtuar se dronët u rrëzuan. Baza ajrore e synuar ishte Ain al-Asad në Irakun perëndimor dhe asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë deri më tani për sulmin. Bazat amerikane në Irak dhe Siri janë sulmuar edhe në të kaluarën për t'u hakmarrë për mbështetjen e Washingtonit për Izraelin në luftën e tij në Gaza kundër Hamasit, i cili është aleat me Iranin. Në vijim të operacionit koduar, koordinata policia zbuloi dhe asgjësoi me djegje në qarkun e Shkodrës mbi 12.000 bim kanabis. Blut e Shkodrës kishin informacione, por monitoruan edhe nga ajri me dron. Autorët e kultivimit të drogës nuk u zbuluan, por policia nis hetimet në gjendje të lirë për kryer plakun dhe 2 vrojtues pyesh për shpërdorim detyre.